Në emrin e Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amin. Triodi dhe shërbesat e Kreshmës së Madhe. Liturgjia e dhuratave të parashëntruara dhe himni akatist në udhëtimin drejt Pashkës. Ky referat synon të paraqes triodhin si një shkollë liturgjike të Kreshmës së Madhe dhe të shpjegoj në mënyrë teologjikisht argumentuar dy shërbesa kyçe të periudhës: liturgjinë e dhuratave të parashëntruara dhe shërbesën e himnit akatist. Teza qendrore është kjo: triodhi nuk është thjesht një kalendar shërbesash, por një itinerar i ndërgjegjes dhe i adhurimit, ku liturgjia e dhuratave të parashëntruara vepron si zemra e javëve kreshmore, ndërsa akathisti vepron si ngrohje dhe dritë shprese në udhën e pendimit, duke drejtuar tërësinë drejt Pashkës. Premisa në shkrimin e shenjtë: lutja dhe psalmodia si gjuhë e përvojës shpirtërore. Një piknisje biblike domosdoshme për të kuptuar shërbesat e Kreshmës është raporti organik midis gjendjes së zemrës dhe adhurimit. Apostulli Jakov shpreh një parim themelor: nëse ndokush ndër ju është i trishtuar, le të lutet; nëse është i gëzuar, le të këndojë psalme. Për kufizimi psaleto, le të këndojë psalme, nënkupton jo një akt formal, por atë këndim të ëmbël e të butë të psalmit që shpërthen nga zemra e mbushur me gëzim shpirtëror. Në të njëjtën vijë, Apostull Pavli i këshillon besimtarët e Efesit: mbushuni me frymën e shenjtë, këndoni psalme, himne dhe këngë shpirtërore për Zotin. Këto dy orientime shkrimore vendosin kuadrin e referatit. Shërbesat kreshmore janë mjete të transformimit të brendshëm, jo vetëm të rregullit të jashtëm, dhe veprojnë përmes lutjes dhe këndimit si formë e adhurimit teologjikshëm, pra të arsyeshëm, të vetëdijshëm dhe të mishëruar në praktikën kishtare. Tradita patristike. Himni si mjet edukimi teologjik dhe shërimi shpirtëror. Në traditën e kishës, himnografia dhe melurgjia nuk trajtohen si zbukurim estetik i shërbesës, por si instrument pedagogjik dhe baritor, siç përmblidhet në traditën e etërve. Shumë prej etërve të lashtë ishin mjeshtër të shjuar me himne dhe melodi dhe na kanë lënë kompozime me vlerë të madhe. Ata i kanë përdorur himnet jo vetëm si një shprehje e adhurimit, por edhe si mjet për të mësuar, lartësuar dhe edukuar popullin besimtar. Shën Vasili i Madh e artikulon këtë funksion në mënyrë programatike, duke parë artin melurgjik si mjet të fuqishëm për përhapjen e doktrinës së shëndosh dhe të dogmave të kishës. Citoj: doktrinat që mësohen përmes muzikës nguliten më fort në shpirt. Një doktrinë e mësuar me forcë nuk mund të mbetet e gdhendur në mendje. Ajo që depërton me ëmbëlsinë dhe hirin e melodisë mbetet e pashlyeshme. E mbyll citimin. Në vazhdim, theksohet ndikimi i këngës harmonike tek të rinjt. Citoj: këndimi harmonik i psalmeve ndikon tek fëmijët dhe në përgjithësi tek të rinjt, sepse ndërsa ata shijojnë melodinë, në mënyrë të pavetëdijshme shpirti i tyre ushqehet dhe edukohet në të vërtetën. Mbyll citimin.
Po në këtë horizont, tradita vëren se psalmodia i bën tekset e shkrimit të banueshme në kujtesë dhe në ndjeshmëri. Citoj: vështirë mund të kujtoj dikush fjalët e profetëve ose të apostujve, por ndryshe ndodh me vargjet e psalmeve. Këto këndohen si në shtëpi, ashtu edhe jashtë saj. Nëse dikush është ndonjëherë i tronditur në shpirt, ai qetësohet nga ëmbëlsia e këndimit psaltik. Ai është pushim pas lodhjes, kënaqësi për fëmijët, zbukurim për të rinjt, ngushëllim për të moshuarit, hijeshi për gratë dhe shkëlqim në ditët e të kremteve. Shën Joan Gojarti e lidh këtë perspektivë me asketikën e shisës dhe të gjuhës, duke dëshiruar që jeta e njeriu të bëhet him i pandërprerë drejtuar hyjnisë. Citoj: gjuha lartëson Zotin kur këndon, veshi kur nuk dëgjon këmbë të shturura as mallkime kundër të afërmit. Shën Agustini jep një dëshmi të brendshme mbi veprimin e himneve në shpirt. Citoj: këndimet e tua dhe himnet e tua o Zoti im, dhe ai këndim aq i ëmbël i kishës sate, më prekin thellë dhe depërtonin brenda meje. Ato zëra rrillnin nëpërmjet veshëve të mi dhe mbillnin të vërtetën në zemrën time. Ngrohej ndjenja e devocionit dhe lotët rridhnin. Dhe për mua ishte kënaqësi. E mbyll citimin. Triodhi, kuptimi liturgjik dhe funksioni formues. Në planin terminologjik dhe liturgjik, triodhi triodion. Në periudhën e Kreshpës së Madhe, kanoni në vend që të përbëhet nga 9 ode, në ditët jo festive ka vetëm 3 ode. Prej këtej rrjedhë emri triod. Ky libër përmban jo vetëm himnet, por edhe të vetëzëshmet dhe përshembulltat e periudhës së Kreshmës. Në planin funksional, triodi është një pedagogji e organizuar e metanias, e pendimit. Ai e përkthen teologjinë e pendimit në ritëm shërbesash, në gjuhë poetike dhe në forma psaltike, duke shndruar një ide kthimi në një rrugë udhëtimi drejt Pashkës së Madhe. Kjo është arsyeja pse shërbesat e Kreshmës nuk janë shtesa rrethanore, por janë mekanizma liturgjik që e udhëheqin përvojën e besimtarit drejt kulmit paskal. Liturgjia e dhuratave të parashëntëruara, arsyeja e ekzistencës dhe vendi në eklesiologjinë e Kreshmës. Logjika tipikuese dhe arsyeja baritore. Liturgjia e dhuratave të parashëntëruara shfaqet si përgjigje liturgjike ndaj karakterit të ditëve kreshmore. Java e Kreshmës në ditët e zakonshme ruan një ethos më të përmbajtur dhe pendimtar, çka shprehet në faktin se liturgjia e plot eukaristike nuk kremtohet si rregull çdo ditë. Megjithatë, kisha nuk e ndërpret ushimin eukaristik, sepse për udhën asketike nevojitet forca e misterit. Kështu, dhurata e shenjtëruar më parë ruhen për kungim në një rend që ndërthur adhurimin e mbrëmjes me marrjen e dhuratave, duke e vendosur eukaristin brenda klimës së Kreshmës, pa e shndruar Kreshmën në ndërprerje të jetës sakramentale. Struktura mbrëmësore dhe funksioni baritor i shërbesës. Përmasa mbrëmësore e shërbesës i jep liturgjisë së dhuratave të parashëntëruara një funksion baritor dhe formues. Ajo mbyll ditën kreshmore,
duke e lidhur agjerimin dhe disiplinën e ditës me përmbushjen e saj në Krishtin. Kjo e bën shërbesën një urë ndërmjet asketikës, agjerimi, vigjilenca, heshtja, tek pjesëmarrja në misterin e Eukaristisë, kungimin. Në këtë kuptim, liturgjia e dhuratave të parashenjtëruara përkufizohet drejt si zemra e javëve të kreshmëve. Ajo mban pulsin e jetës eukaristike në një periudhë ku ethosi i përmbajtjes mund të rrezikojë të kthehet në formalizëm apo në thatësi, nëse nuk ushqehet me praninë e Krishtit. Dimensioni baritor, kungimi si mjekim dhe ritëm jete. Në perspektivë baritore, liturgjia e dhuratave të parashenjtëruara kundërshton dy keqkuptime. 1. Idenë se kreshma është kryesisht privim dhe 2. Idenë se Eukaristia është thjesht shpërblim moral. Shërbesa e vendos kungimin brenda një rruge shërimi. Njeriu vjen i lodhur, i shpërqendruar, i luftuar nga mendimet, por jo i dëbuar. Vjen për të rregulluar nga heshtja, lutja dhe bashkësia, dhe për të ushqyer me Krishtin si bukë për rrugë drejt Pashkës. Pikërisht kështu, liturgjia e dhuratave të parashenjtëruara e bën pendimin të jetueshëm dhe jo abstrakt. Ajo e lidh metania, pendimin, me misterin e bashkimit eukaristik në një atmosferë vigjilence. Himni akathist. Tradita himnografike, arsyeja e përdorimit dhe funksioni shpirtëror në kreshmën e madhe. Statusi himnografik dhe përhapja. Në traditën e himnografisë bizantine, akathisti përbën një pikë Në traditën e himnografisë bizantine, akathisti përbën një pikë referimi themelore, siç përmblidhet një kontakjo që ka mbetur i famshëm në historinë e himnografisë dhe të melurgjisë bizantine. Është ai i njohur me emrin Himni Akathist i Nënës së Zotit. Por rrethanat e krijimit dhe frymën e lartë lirike që e përshkon, akathisti u bë popullor në shkallë të gjerë, aq sa sot është shërbesa më e kënduar në të gjithë lindjen ortodokse dhe përdoret edhe si devocion personal. Kjo përhapje e jashtëzakonshme nuk shpjegohet vetëm me bukurinë poetike të tekstit, por edhe me identitetin e tij liturgjik dhe me mënyrën si kisha e ka integruar në ritmin e vitit shërbestar. Vetë emërtimi akathistos, jo ulur, ka karakter tipikisht ritual. Ai lidhet me qëndrimin në këmbë, që ruhet gjatë gjithë këndimit, duke shenjuar një akt të veçantë nderimi dhe vigjilence. Po aq e rëndësishme është të dallohet bërthama e himnit. Në themel, ai lexohet si kondakjo shkurtore i ungjillëzimit, pra si himn i mishërimit, ndërsa në zhvillimin historik eklesiastik u ngarkua edhe me dimension falënderimi e mbrojtjeje, një theks që pasqyrohet në prohimnin për luftesës gjenerale. Kjo ndarje e brendshme ndihmon të kuptohet pse akathisti është marian në adresim, por në thelb kristologjik në përmbajtje. Në interpretimin liturgjik bashkëkohor, Ioannis Fundulis e konsideron akathistin si një rast të veçantë ku një tekst himnografik
për shkak të përmbajtjes së tij dogmatike dhe përdorimit të qëndrueshëm në praktikën kishtare, bëhet një shkollë e përbashkët e popullit. Ai lexohet, këndohet, gjërësisht, si në kontekst famullitar, ashtu edhe në atë monastik. Vendi liturgjik, lidhja me ungjillëzimin dhe dogmën e mishërimit. Elementi vendimtar për kuptimin e akathistit është vendosja e tij zyrtare. Zyrtarisht ai këndohet në përgatitje të festës së ungjillëzimit. Kjo do të thotë se akathisti nuk është thjesht një tekst devocional marian, por një him dogmatik i lidhur me misterin e mishërimit. Ungjillëzimi nuk është një episod sentimental, por nyje soteriologjike ku fjala hyn në histori dhe hap udhën e shpëtimit. Kjo është arsyeja pse akathisti vendoset brenda kreshmës jo si shërbes pendimi në kuptim të ngushtë, por si paralajmërim liturgjik i gëzimit të mishërimit brenda asketizimit. Ai e mban zemrën të kthjellët dhe e ruan pendimin nga errësimi, duke lidhur metanian, pendimin, me shpresën. Tradita e ka vendosur këndimin e akathistit në ciklin e të premteve të kreshmave të mëdha, zakonisht i ndarë në 4 stasis, 4 qëndrime, gjatë 4 të premteve të para dhe i plot në të premten e 5. Kjo mënyrë e këndimit e njohur gjërësisht si përshëndoshjet e ka bërë akathistin një praktikë popullore të kreshmës. Pozicionimi i tij është njëherasi kalendarik dhe tipikues. Ai lidhet me afërsinë e datës 25 mars dhe me rënditjen e shërbesave që përgatisin festën. Ngrohja e zemrës dhe ekuilibri shpirtëror i kreshmës. Në qasjen mbaritore të kishës për kreshmën, akathisti shërben si ngrohje e zemrës në udhën e pendimit. Ai ruan ekuilibri shpirtëror. Pendimi pa shpresë degeneron në dëshpërim, ndërsa shpresa pa pendim degeneron në vetmashtrim. Akathisti, si him i gëzimit të mishërimit, e mbron pendimin nga ftohtësia dhe nga vetë dënimi, duke e drejtuar atë drejt mirënjohjes, vigjilencës dhe pjesëmarrjes aktive në adhurim. Ky është edhe kuptimi i vendosjes së tij në shërbesat e mbrëmjes. Në praktikën më të përhapur, akathisti këndohet në kuadrin e pasdarkës së vogël, të së premtes mbrëma, një shërbesë përmbyllëse e ditës asketike, çka e bën atë një urtë të natyrshme ndërmjet disiplinës kreshmore dhe kthjellimit të brendshëm në shpresë. Akathisti dhe pedagogjia e këndimit sipas etërve. Në dritën e premisave patristike, akathisti shfaqet si shembull i asaj që Shën Vasili i Madh përshkroi, doktrina që hyn me ëmbëlsi dhe hirin e melodisë ngulitet në shpirt. Ai bëhet tekst që banon, sepse këndimi, siç dëshmon edhe Shën Agustini, mbjell të vërtetën në zemër. Kështu, akathisti nuk shërben vetëm për të folur për besimin, por për ta bërë besimin të përjetueshëm, përmes përsëritjes së gëzohu. Ai e stërvit mendjen në dogmë, e ngros zemrën në shpresë dhe mëson komunitetin të falenderojë e të përgjerohet në fjalë që kisha e ka përzgjedhur si gjuhë të sigurt të adhurimit. Përmbyllje. Triodi si udhëtim drejt Pashkës
dhe 2 funksionet plotësuese të shërbesave. Triodi përfaqëson strukturën e rrugës. Ai formon mendjen, rregullon zakonet dhe fut njeriu në adhurimin e Kreshmës si rrugë e pendimit drejt Pashkës. Brenda kësaj rruge, liturgjia e dhuratave të parashëntëruara dhe himni akathist janë 2 pole që plotësojnë njëri tjetrin. Liturgjia e dhuratave të parashëntëruara mban pulsimin e jetës eukaristike në javët e Kreshmës, pra bukë për rrugë, duke ushqyer pendimin me praninë e Krishtit, ndërsa himni akathist mban gjallë dimensionin e shpresës dhe të gëzimit dogmatik, pra dritë për rrugën, duke e ngrohur zemrën që pendimi të jetë shërues dhe jo dërmues. Në këtë mënyrë, Kreshma jetohet jo si zakon, por si kthim i vërtet drejt dritës së Krishtit. Dhe ky kthim realizohet në mënyrë organike përmes triodit dhe shërbesave të tij kryesore.